Kandidatja e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, mjekja Brunilda Mersini, u është drejtuar me një mesazh të drejtë për drejtë të rinjve dhe të rejave të këtij qarku, duke i inkurajuar që të marrin pjesë në zgjedhjet e 11 majit. Të dashur të rinj dhe të reja të qarkut të Vlorës, vota ju e parë është një moment që nuk harrohet kurrë. Është më shumë se një flet, është zëri juaj, është drejtimi që jepni vendit, qytetit të ardhmes. E di që ndoshta politika mund t'ju duket e largët, e vështirë, ndonjëherë zhgënjyese, por pikërisht për këtë arsye duhet të jeni aty, sepse pa zërin tuaj, pa pjesëmarrjen tuaj, nuk ka as ndryshim, as përfaqësim të vërtetë. Mersini u bën thirrje të rinjve të mos qëndrojnë në heshtje e të mos lejojnë që të tjerët të vendosin në vend të tyre, por të dalin të votojnë, të zgjedhin për të ardhmen e tyre. Unë juftoj të mos rini në heshtje, mos rini të tjerët të vendosin për ju. Më 11 maj, dilni dhe votoni me bindje. Zgjidhni të ardhmen që ju përket. Zgjidhni një politik që ju dëgjon, që ju afron, që ju beson. 11 maj duhet të kthehet në një datë historike. Dhe së shpejti, kur të jemi pjesë e familjes evropiane, do të kujtoni që me votën tuaj, ju mundsuat fatin e vendit drejt Bashkimit Evropian. Në përfundim të mesazhit, Mersini fton qytetarët të mbështesin Partinë Socialiste me numrin 5, si dhe kandidaturën e saj në fletën e votimit për një politikë me zemër e për të rinj që duan të ndërtojnë të ardhmen e tyre në vendin e tyre. Votoni numrin 5, votoni Partinë Socialiste. Voto Brunilda Mersinin për një politikë me zemër, për të rinj që nuk duan të ikin, por të ndërtojnë të ardhmen këtu. Një thirrje miqësore nga Kanina e Bukur. Pasha këtë qep, pasha këtë top, bashkë për një qëllim në Europë.